Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje përse jeta nuk është në një vit të drejtë dhe e fiksuar. Do t'jap përgjigje për këtë temë, por në fillim ajo që më duroj një shikues i mrekullueshëm, ashtu sikurse dhe ju të gjithë, që në falenderimin për videot që unë jap, midis të tjerave ishte që është një mrekulli që ju ndjek ju, se më keni ndryshuar jetën, por të lutem, a mundemi që të marrim sa më shumë mantra? Dhe për këtë do ta filloj me 2 mantra. Ajo që të kuptoni, mantrat kanë të bëjnë me atë që na lidhin me shpirtin, që do të thotë janë fjalë të shpirtit, janë lutje që me të vërtet ju jeni gati të shëroni shpirtin tuaj. Dhe pa e zgjatur, le të fillojmë me të parën. Mbajni shënim dhe sigurisht të jeni të vëmendshëm, t'i përdorni në mëngjes sa po lind dielli, ashtu sikurse edhe në mbrëmje kur perëndon dielli, me qëllim që t'i jepni shpirtit tuaj atë që lidheni me burimin e energjisë, lidheni me krijesën, se burimi i energjisë është Zoti juaj, është universi, jeni ju mrekulli, jemi që të gjithë, se ne jemi krijesa të krijesës. Dhe në këtë rast, që të gjithë e dini, që zemra luan një rol të mrekullueshëm në të trup multidimensionar, që na i ka krijuar, na i ka dhuruar krijesa, që të gjithëve, jo vetëm mekanizmin e mendjes që ne flasim, komunikojmë, por edhe shpirtin ton, për të cilën ne nuk e shohim me sytë tanë, por në vetvete që të gjithë ne e dim kur nuk ndjehemi mirë, që do të thotë që ne jemi energji, ne e kuptojmë kur trupi jonë nuk ndjehet mirë, po kur atëre kur ne ndjejmë dhimbje. Dhe në këtë rast, ju që jeni në këto video, ju jeni bërë të ditur për diçka që nuk ecën ashtu si ju dëshironi dhe ëndërroni. Dhe për këtë, me të vërtetë falenderoj angjëllin tim, ju që të gjithë që shkruani mesazhet dhe më falenderoni, dhe në këtë rast le të fillojmë me mantrën e parë. Mbajni shënim. Unë përqafoj çdo gjë që më vjen për të shëruar, sado kohë që më nevojitet. Që do të thotë, ju jeni gati. Ju dërgoni mesazh në univers, pra shpirtit tuaj, që ju jeni gati, ju e doni veten tuaj, dhe ju kërkoni tani të jeni të vëmendshëm për trupin tuaj, për shpirtin tuaj. Kjo mantër do të thotë që jeni gati për shërim, për rritje. Kjo mantër do të thotë, ju nuk keni nevojë të ndiqni, ju të rriqni, pra ju jeni duke djerë trupin tuaj, ju do të rriqni. Pse e them këtë? Sepse në jetën e parë që të gjithë ne që kemi kaluar sfida, jemi tani këtu, jemi në këtë kohë, jetojmë akoma, por tani shpirti është vetëdijsuar, ka arritur mësimet e veta, dhe sidomos gjeneraca ime, prandaj ne jemi këtu, sepse ne e ndjejmë dhimbjen, dhe ky është vizioni dhe misioni i qëllimit tim, për t'ju ndihmuar ju, dhe do t'ju ndihmoj deri në frymën e fundit të jetës time, vetëm a jeni gati ju të doni veten tuaj, dhe këtë do ta vazhdoj në vazhdim,
që t'ju tregoj përse jeta nuk është në një vit të drejtë dhe nuk është e fiksuar, dhe ndërkohë ju duke ndjerë shpirti ju shtyn dhe ju të rriqni akoma dhe më mirë në lidhje me shërimin tuaj, sikurse edhe në lidhje ju nuk do të ankojni, as dhe nuk do të rezistoni. Pra ju planoni që çdo gjë që ju sjell shpirti në momentin tani, se dhe shpirti jeton tani, unë tani marr frymë, unë tani vazhdoj se jetoj se marr frymë, zemra vazhdon, punon. Fryma është energjia, është fuqia jetës, është karburanti këtij trupi të mrekullueshëm. Ju mund të kujdeseni nga pamja jashtme, si të doni se është e drejta juaj. Mund të jepni kujdes nga ana fizike, sepse atë dim dushe e tjera, çfarë ju bëni, apo të dilni nëpër dyqane që të blini çdo gjë, është e drejta juaj, por kur mos harroni të kujdeseni për brendësinë e bukurisë së shpirtit tuaj, ajo që do të arrini duke shëruar shpirtin, duke shëruar atë që shpirti juaj përshpërit, çdo ditë përshpërit, ju do të jeni në gjendje të arrini në paqen e brendshme. Dhe për këtë, në këtë afat kohor, është thirrja e të gjithëve. Duke arritur në paqen e brendshme, ne do të jemi në gjendje që të duam veten, do të jemi në gjendje që të duam të tjerët, do të jemi në gjendje që të gjithë së bashku të duam tokën mam. Kjo tokë që sot për sot është jeta jonë, këtu është jeta, dhe jo vetëm të kujdesemi për veten tonë, sepse është thirrja e të gjithëve, por ne do të fillojmë të kujdesemi edhe për të tjerët, se kanë të drejtë, që të gjithë qeniet që vinë në këtë tokë, që lindin kanë të drejtë të jetojnë. Është fati i tyre për të jetuar jetën, dhe ka një mënyrë tjetër të jetës, dhe prandaj jemi në këtë video. Mantra e dytë. Unë programoj qelizat e mia, karakterin tim, identitetin tim, dhe të gjitha pjesët e qenies njerëzore, pra mendje edhe shpirt, ndryshe dy energjia mashkullore dhe energjia femërore, në formën më të lartë të shërimit, me shëndet të përsosur, me mishërimin tim të plot, me dashurin pa kushte, me fuqin, me relaxin, butësi, me ripërtëritje dhe me rritjen, në përputhje me planin hynor kozmik, me ndritën që është energjia e pastër e burimit krijues, që është Zoti, është universi, është natyra, është gjithçka, është ekzistenca. Dhe çdo gjë që nuk rezonon me planin më të lartë të shpirtit dhe nuk më shërben, tani e liroj. Pra, ju dërgoni mesazh në univers që ju jeni gati. Dhe me të vërtet, shërimi juaj kërkon veprim. Dhe veprimi është dorëzim. Ajo që duhet të kuptoni është që të gjithë ne jemi të thirrur që të ndjekim rifillimin e jetës me zgjimin ton. Që të gjithë ne në këtë afat kohor jemi bërë të ndërgjegjësuar. Pra, që të gjithë jemi me telefona në dorë, që të gjithë ne ndjekim atë që ne dëshirojmë. Le t'i vë një shënim për të gjithë. Çdo individ ka të drejtë dhe është i lirë të japi të dhënat e veta private apo çfarëdo lloj që kalon në social media,
Dhe sigurisht unë nuk është se i ndjek në përgjithësi këto, mua më bin mesazhet vetë me njerëzit që unë kam lidhje, dhe midis të tjerave shoh që ka nëna që japin fëmijën e tyre, dhe fëmia e tyre është një ëngjël, edhe ne kemi qenë ëngjëj. Çfarë ndodh? Mesazhi që japin për nënën, atë që dërgon këtë fëmijë në publik, tek njerëzit që kanë lidhje, është që nëna ka dëshirë, pra të tregoj fëmijën e vet, dhe në këtë rast ndihet e lumtur. Por unë dua t'ju vë shënim që të gjithëve. Nëse ju e dërgoni pra foton e fëmijës tuaj me një pamje që fytyra e fëmijës të mos shihet, ju nënë e mrekullueshme, ju dërgoni mesazhin që ju, edhe pse dërgoni fëmijën që ta shohë pra publiku, ju dërgoni mesazhin që ju keni frikë që mund t'i ndodhi fëmijës tuaj diçka. Pra, çfarë është? Në njërin krah, ju doni që të tregoni të tjerëve që unë jam nën, dhe është një bekim, është një mrekulli. Por nga ana tjetër, ju dërgoni mesazhin që ju nuk besoni të tjerët. Atëre, ju lutem, në qoftë se ne do të dërgojmë këtë jehon tek të tjerat, duke dërguar atë që unë nuk besoj këty, më besoni, ju nuk besoni në veten tuaj. Sepse një person që e jeton jetën me vërtetësi, dhe në këtë rast, më besoni, ky ëngjël që ju i maskoni fytyrën, ky ëngjël është i mbrojtur. Pse? Sepse Zoti na do që të gjithëve, dhe Zoti është në zemrën tonë, dhe ky ëngjël e ka këtë zemër dhe është akoma një mrekulli që të gjithë ne, çfarëdo lloj sfidash që kemi kaluar, dhe në këtë rast që keni frikë, që keni stres, që jeni me ankth, me depresione të gjitha, kujtoni se i keni patur si fëmijë, jo mrekulli. Askush nga ne nuk ka lindur me këto gjëra, me manipulime, me gënjeshtra, me frikë, me mashtrime, askush me varësi, duan, drogë e tjera. Po pse ndodhi kjo? Ajo që po ju tregoj tani. Ju nënë e mrekullueshme që dërgoni foto për të parë fëmijën tuaj ëngjël, më mirë mbajni me veten tuaj se sa dërgoni mesazh që ju nuk besoni këtë tjerat. Pse? Sepse në fund të fundit ne nuk kemi nevojë për këto lloj mesazhe. Ne kemi nevojë që të përcjellim tek njëri tjetrin dashurinë, dhe ky fëmijë juaj është dashuri. Nëse ju keni frikë se tjetri e shef dhe në formë që i keni mësuar, mos i ndodhi diçka, pra emri magji e vjetër, plot fuqia ujnore nuk e njeh magjinë e vjetër, sepse ne jemi krijesa të krijesës, dhe prandaj ne jemi që të gjithë të ftuar të tregojmë që jeta nuk është e fiksuar, jeta nuk është në një vit të drejtë, me atë që ju keni marrë nga të parët tanë, dhe në këtë rast që të mbroni fytyrën e fëmijës, sepse mos ndodhi diçka e keqe. Në qoftë se ju dërgoni këtë mesazh, është gjynaf për fëmijën tuaj, sepse ju jepni energji, ju optimiste, ju nuk besoni tek njëri tjetri. Por në qoftë se ne nuk arrim të besojmë ke njëri tjetri, si mund të jetojmë me njëri tjetrin? Kjo është ajo që gjeneraca ime ka vuajtur. Kjo është ajo që fëmijët tanë, edhe pse po bëjnë një jetë më mirë në kuptimin e ndërgjegjësimit, kanë zakonet tona, dhe tani do të për përgjigjen përse jeta nuk është piksim dhe nuk është në një vit të drejtë, sepse universi është energji. Çdo gjë që ekziston është energji. Unë nuk flas me etiketat magji e zezë apo çfarëdo lloj që flasin njerëzit. Unë nuk flas që ka mendime negative apo mendime pozitive tjera. Në fund të fundit, ato janë mendime, fjalë që janë energji.
Ne kemi nevojë për energji optimiste, jo për energjin e asaj. Hej, heqi mendimet negative, bëj pozitive, edhe jeta do të bëhet mrekulli. Dhe njerëzit punojnë, përpiqen, ti bëjnë të gjitha pozitive. Dhe kur vjen fundi përsëri, nuk arrin të realizojnë ëndrat e tyra dhe përsëri dërgojnë foto apo në social media që nuk besoj ke ju, kur ju nuk besoni tek njëri tjetri, ne gënjejmë njëri tjetrin. Prandaj, universi është energji dhe nafton ne që të gjithve, që të ecim me rrjedhën e jetës, ndryshimeve kozmike, në frekuencë dhe në dridhje. Pra jo vetëm me të njashëm me mendjen, por do të hymë në brëndësi të shpirtit tonë, dhe brëndësia e shpirtit tonë, merrni mesazhin, është rifillimi i jetës me zgjimin e shpirtit. Pyetja është çfarë zgjimi i shpirtit? Për të gjithë ju, zgjimi i shpirtit do të thotë ne do të kalojmë 4 faza në këtë mrekulli dhe midis tyre është ne do të zgjohemi. Ne jemi të thirrur që të zgjohemi të gjithë. Dhe një nga këto zgjimi është që ju bën ju jeni bërë të qartë, ju kuptoni që diçka tek ju nuk shkon. Që të gjithë në çdo aspekt të jetës. Mbas kësaj të zgjimit, ne do të hyjmë në procesin e transformimit, ne do të lirojmë çdo gjë që nuk na shërben me dashuri. Pra mrekulli. E mora këtë shembull, dërgoj mesazhin e bebit tënd me dashuri dhe jo me frikë. Maskimi i fytyrës fëmijës tregon që ke frikë. Mora shembull, por këto gjëra janë në çdo aspekt të jetës. Vazhdoj me treta, ne do të rritemi, ne nuk do të rrimë në rolin viktim, se ajo ishte që ne na bëri që të vuajmë që të gjithë. Tani është koha që të gjithë ne do të ndjekim shpirtin dhe të jeni të sigurt që kur lidheni me shpirtin tuaj, shpirti juaj kërkon rritje, zhvillim, sepse shpirti jeton. Shpirti do të na dërgojë diku. Kështu kemi ardhur. Pra ky fëmijë që ju e paraqitet në, prandaj mora shembull, e paraqitet në foto, ky fëmijë do të rritet, ky fëmijë do të lidhet me përreth jush edhe do të njihet me botën. Pra jepi fëmijës atë mrekulli nëse kërkon të shohë foton kur të rritet. Mos e shoh foton me fytyrë të maskuar që të pyesi, mam, pse unë e kam fytyrën të maskuar? Çfarë do t'i tregosh fëmijës? Do ta gënjesh? Jo mrekulli. Nuk do t'i thuash fëmijës se maskova fytyrën tënde sepse ndoshta të ndodhte një e keqe. Kur ti dërgon këtë jehon, do të thotë janë etiketimet e mendjes, pra jeni me mendje, nuk jeni me shpirtin, se ti jeni me shpirtin, shpirti i do gjithçka dhe çdo gjë. Shpirti është dritë, shpirti është dashuri pa kushte, që do të thotë për te gjithçka është dashuri. Unë, ju, që të gjithë ne jemi dashuri, pavarësisht shënim që ka energji të ulta që janë të lënduar dhe që nuk duan të ndryshojnë, por ne ditë të themi jo kur duhet të thënë jo, dhe kjo është ajo që nëse ju nuk besoni këtë të tjerët, edhe mos dërgoni mesazh, a mundeni të rrini neutral është zemra. Dhe kur ju dëgjoni zemrën, ju drejton, por që ta dëgjoni zemrën, ne duhet të lidhemi me këtë trup, ne duhet të dëgjojmë trupin ton dhe jo mendjen. Dhe së fundi, faza e 4 është që ne do të arrijmë në vetbesim, ne do të arrijmë në vetveten ton. Pra rritja ishte që na bënte që ne të njohim botën, të njohim jetën ton, dhe kjo na drejton, sa më shumë ne rritemi, sa më shumë ne marrim dritë mençurinë e mësimeve të universit për jetën, ashtu dhe ne do të arrijmë në vetbesimin ton, në vetveten ton kush ne jemi. Gjithsesi këshill, para se unë të filloj, unë do të tregoj vetëm zgjimin e shpirtit dhe 3 fazat e tjera, transformim, rritje dhe vetbesim, do ta tregoj në videon tjetër për arsye se shoh që videot po më marrin shumë kohë, por të jeni të sigurt e gjitha bëhet se ndjej nga zemra, nga shpirti, dhe nëse rezervoni, dëgjojeni, nëse jo është e drejta juaj, por një gjë të dini,
edhe në qoftë se energjia juaj ndjehet e mrekullueshme, dhe sigurisht dhe ndjehet sepse ju e merrni këtë energji, edhe që janë të dobishme, kur mos harroni se shërimi juaj është në veten tuaj, është në trupin tuaj, është veprim, është dorëzim, dhe prandaj vazhdoni ndiqeni shpirtin se hap pas hapi është me të vërtetë jo vetëm që do të shëroheni, por do të arrini definitiv në paqen tuaj të brendshme, në vetbesim, dhe kur them vetbesim, keni besuar në krijes, sepse e keni në zemër. Që të gjithë e kemi në zemër. Kjo zemër është astrale, kjo zemër është që të gjithë ne kemi ardhur të mishëruar në këtë tokë me mision dhe me drejtim, dhe që të gjithë ne kemi talent dhe dhunti, sepse ne kemi vlerë. Le të fillojmë me pra avash në lidhje drejt pyetjes së parë të çfarë është zgjimi i shpirtit, para se të tregoj është që të gjithë ne jemi unik, që të gjithë ne kemi sfidat tona, dhe procesi është në formë spirale. Përgjigja është që është energji, dhe energjia do të lëvizi, nuk është e fiksuar, nuk është në një vit të drejtë, është pjesë spirale, që do të thotë nëse për ty ka ardhur një fund, ka fillim, ashtu si kurse nëse ka fillim, ka fund, nëse ka humbje, ka dhe fitim, nëse ka lindje, ka dhe vdekje, kështu është jeta, pra është lëviz, ecën, dhe vazhdon në rritjen tonë, spirale, mësojni si kështu punon universi, kujtoni çfarë kemi kaluar në jetën tonë, çfarë do lloj sfidash kemi kaluar në jetën tonë, ato kanë qenë të përsëritura. Tani të vazhdojmë, tjetër nuk është frenuese, ndjehet frenuese, pse? Gjatë kohës së procesit, ju keni bërë diçka, dhe në një moment dukeni sikur jeni kthyer mbrapa, sikur diçka nuk po shkon mirë. Kujdes, ju jeni në rrugën më të mrekullueshme, ju nuk jeni kthyer mbrapa, ju thjesht jeni duke u rritur me veten tuaj për arsye sepse energjia, koeficienti dritës që ne po shërohemi, do kohë të mësohet. Për shembull, e zëm që ke filluar të dalësh çdo ditë me natyrën, do të bëhet një zakoni juaj. Le të themi që fillon të meditosh, ose çfarë do lloj frymëmarrje të tjera. Trupi do kohë me këto zakone, do kohë me këto gjëra të reja që të mësohet, dhe në këtë rast çfarë do lloj që të ndodhi në jetën tuaj, pra gjatë procesit, nuk është se jeni gabim, nëse ju vazhdoni jeni duke drejtuar, duke vazhduar me shpirtin tuaj ku ju drejton. Dhe tjetër është, nëse ju, që të gjithë jeni të lirë, zgjidhni të futeni në thellësi të trupit tuaj, pra të lidheni me vetëdijen shpirtërore, që do të thotë me veten tonë, gjërat sigurisht do të fillojnë të përsëritet, që do të thotë ndoshta zgjimi i parë, për të cilën unë doja u jap tani, por kjo ju bën që pse ju vazhdoni me shpirtin tuaj, zgjim të dytë, zgjim të tretë, gjithsesi që të gjitha këto 4 fazat ne do t'i kalojmë, dhe e vërtet mund mos jenë në një drejtim, pra zgjim, transformim, rritje edhe vetbesim, vetvetja jonë, mund mos janë pra janë alternative, mund të kesh zgjimin, po mund të kesh në moment të rritjen. Pra që të gjithë jeni unik, gjithsesi që të 4 këto ne do t'i kalojmë, dhe e vërteta e kësaj, pra është që qëndron thelbi, është që ne do të gjejmë, të jetojmë me të vërtetën e vetes tonë, kush ne jemi. Dhe tani le të fillojmë me zgjimin e shpirtit, që do të thotë kush është faza e zgjimit të shpirtit. Ajo që ju kuptoni që diçka në brendësitë tuaj është ju kujton, dhe ajo që ju kujton është që jeta që ju ndoshta jeni duke bërë, ose keni bërë, nuk përputhet me thelbin tuaj. Pra, që të gjithë, kjo është që ju kujton shpirti, se misioni i shpirtit është merr mësimet, ne jemi të krijuar nga krijesa që ne do të ndihmojmë, bebi ndihmohet, pastaj ne fillojmë edhe mësojmë në jetën tonë, ashtu sikurse edhe do të krijojmë, sepse në fund të fundit ne jetojmë në këtë jetë, ne do bëjmë diçka. Pra jeta këtu është, hapra në tokë.
Gjithsesi, kjo është që ju kuptoni që jeta që ju bëni, keni bërë, ose bëni, nuk përputet me thelbin tuaj. Pra, shpirti ju kujton diçka. Tjetër është që ju e kuptoni tani, pra që jeni të zgjuar, e kuptoni që çdo gjë, marrëdhënie që ju keni, apo puna, apo zakone që ju keni bërë, pra që i keni mësuar me logjik në bazë të mendjes, nuk janë ëndrat tuaja, nuk është dëshira juaj, nuk është ajo që kërkonit ju. Për shembull, në një marrëdhënie, tani e kuptoni që sa shumë keni bërë dhe tani nuk ndjehet intime, mora marrëdhënien. Por mund të jetë dhe ajo tjetra, e kuptoni që e keni sëmurur veten, sa shumë keni bërë, dhe tani e ndjeni veten të raskapitur, të sëmurur, lloj sëmundjesh që po dalin në këtë kohë, dhe që shoqëria në këtë moment, kudo që të shkoni, vetëm spitale dhe farmacika, nuk janë pa qëllim, këto janë stumbullari i streseve që ne kemi krijuar në rolin viktim, pa e ditur, duke jetuar me atë çfarë ne kishim mësuar nga të parët, dhe e morëm këtë në jetën tonë, dhe e kujtonim se kjo është jeta. Pra, ajo marrëdhënie që ju keni, edhe pse nuk shkon mirë, okej, dhe ta vazhdojmë. Ajo sëmundje që ju keni, edhe pse trupi juaj është i shëndetshëm, është elastik, se ashtu jemi krijuar, dhe veçërues ju besoni ke ilaçet, dhe jo vetëm ke ilaçet, por ju keni dhe idenë që, okej, unë e kam diabetin sepse e kam të trashëguar, unë e kam këtë se e kam të trashëguar, edhe këtë kërkoni, këtë të rriqni, por ju nuk e dini që ky trup ku ju vazhdoni të ndjeni trupin, është veçërues, është elastik, por jo duke ndrenju në zonën e ratis. Zona e ratis, çfarë ju solli që të gjithëve? Në qoftë se e ndjeni situatën të vështirë, e ndjeni situatën që nuk është ashtu si ju e doni, ju e kuptoni që jeni zgjuar, pra zgjimi. Tjetër, për një pjesë nga ju që jeni lidhur me zgjimin e shpirtit, dhe sidomos që ndiqni këto video, ju e shifni veten në pasqyrë se ju drejton shpirti, dhe çfarë ju, pra shifni në vedete dhe ju bëni pyetje, a është kjo jeta që unë po bëj? A është e gjitha kjo që unë arrita? Jo, mrekulli. Jeta është aq e bukur, edhe pse ne do të kalojmë sfida, edhe në procesin e zgjimit tonë. Unë nuk mund të gënjej, s'kam si gënjej, ne do të kalojmë sfida, gjithsesi të vazhdojmë. Ne do të njihemi me atë se çfarë po ndodh me ne, dhe si do të njihemi, për të cilën që të gjithë marrin mesazh, dhe Diana ka marrë mesazh në kohën e saj. Shpirti përshpërit, dhe kjo është përshpëritje që herët a vonë ne nuk mund ta lëm, të bëjmë sikur e harrojmë. Pra nuk ka për të ndodhur dhe nuk mund ta ignorojmë herët a vonë, që të gjithë do të zgjohemi dhe ju jeni këtu. Dhe një nga arsyet është mund të jetë me zgjim spontan, mund të jetë edhe me tragjedi. Ndoshta keni humbur fëmijën, partnerin, ndoshta keni humbur marrëdhënien që ju e mendoni që kurrë nuk mund të kishte ndarje, pra divorcuar, keni arritur në sëmundje, në lodhje, në raskapitje, pra që të gjitha këto, që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e ndjeni, pra shpirti na ka përshpëritur, dhe të kujtoni që këto gjëra që ndodhin nuk kanë ardhur se erdhën bum për një herë. Këto janë fragmente të jetës që ne kemi kuluar në një vit të drejtë, dhe pse e kemi ditur, për shembull Diana e dinte që marrëdhënia nuk shkonte, por shpirti më përshpëriste, por ajo që nuk më linte të ishte besimi kufizues, është turp, për çfarë është turp. Tjetër, Dianën shpirti e ka zgjuar në 1997, në 2011 në aksident, në 2019 shpirti u zgjua edhe më përshpëriti, diçka nuk shkon në marrëdhënie, diçka nuk shkon. Por, çfarë bëri universi? I lëshoi kambanën Dianës, dhe në 2020 e zgjoi kur
u shfaq korona, dhe ashtu si kurse edhe shumica e njerëzve. Pra, duam apo nuk duam, shpirti na përshprit dhe ne nuk do ta injorojmë. Prandaj që të gjithë ju që ndiqni këto video, por dhe që të gjithë ju që keni, nëse i ndiqni nuk jeni pa qëllim këtu, ajo që kërkohet, ftesa, pyetja, ju jeni të ftuar për të ndjekur zgjimin tuaj, për të ndjekur shpirtin tuaj, dhe si që të gjithë jemi të ftuar më tepër se kur të lidhemi me veten tonë. Ky është zgjimi i shpirtit. Tjetër, të ulemi, të qëndrojmë me durim me veten tonë dhe të jemi të ndershëm dhe të sinqert për të njohur dhe për të planuar pa drejtësitë, sjelljet tona, zakonet, çdo gjë që ne na ka lënduar, ta njohim dhe ta planojmë. Dhe ndërkohë që të gjitha këto gjëra, edhe pse janë me të vërtet të vështira, edhe pse janë të pakëndshme, të kuptoni që është sepse po shkëputemi nga siguria e të vjetrës, nga ajo që patjetër të ke marrëdhënie, sepse ndryshe nuk kam si jetoj, apo patjetër të punoj fort që të siguroj të ardhmen, dhe ajo që keni punuar fort, sot po e shqisni ato që keni punuar fort, dhe po i dërgoni se është mashtrimi, është pavërtetësia jetës, është manipulimi, po shqisni shtëpinë për të shëruar sëmundjen tuaj. Mendo sa i fuqishëm është shpirti juaj që kërkon të jetoj. Pra, tjetër është rezultati që do të arrini me zgjimin e shpirtit ka të bëjë me atë që të gjithë ne fillojmë kur dhe lidhemi me shpirtin ton, çdo gjë që ishte e kuptueshme në jetën e parë, pra si na kishin mësuar në një vit të drejtë dhe e fiksuar, ju e kuptoni që çdo gjë që ne kishim kaluar në jetën e parë është shtypse, është dërmuese, pra ne e ndjejmë sepse ne po kalojmë vështirësi në procesin e zgjimit ton. Pra ndjehet dhe në këtë moment që të gjithë po e ndjeni, sepse drita ynore që ka hyrë në këtë univers, po ju prek në çdo shtëpi, po preket trupi juaj dhe trupi juaj e ndjen dhimbjen. Gjithsesi ju ndihmojeni, ju nuk jeni vetëm, e vetmi arsye është a jeni të lirë, prandaj keni mantrat që u bëra në fillim. Tjetër, ne gjatë rrugës së zgjimit të shpirtit, ne nuk tolerojmë, ne nuk planojmë pavërtetësi, ne nuk jetojmë më në sipërfaqe, kur pyesin, "Ej Diana, si jeni, si ja kaloni, si jeni familjarisht?" Edhe Diana, "Po, shumë mirë, faleminderit, mirë, fëmijët mirë, të gjithë mirë, çdo gjë mirë." Dhe pyetja është që të gjithë keni kaluar sfida. A keni gënjur veten? Apo i gënjeni veten? Gjithsesi me zgjimin e shpirtit ju i mësoni këto dhe ju nuk planoni më as të gënjeni, por as të jetoni sipërfaqësor, as nuk planoni boshllëqet, pra të jetosh në një marrëdhënie apo çfarëdo lloj që kaloni, duke u ndier, pra edhe pse keni e zëm pasuri materiale, përsëri diçka nuk shkon, i vetmuar apo edhe zhurma që bëhet, më shumë ka zhurmë, reklama, më shumë bëhet flitet për qëllimin se sa për shkakun, përse ne si qenie njerëzore qëndrojmë me frikë, përse kemi frikë, përse jemi të sëmurë, përse nuk realizojmë ëndrat tona e të tjera. Gjithsesi, që të gjithë luteni, po lutja juaj është e pafuqishme, sepse ju vërtet që kërkoni dhe Zoti na ka krijuar, jemi krijesa, na do që të gjithë, si një nënë që do fëmin, si një nënë që e bën të pamundërtën edhe e drejton fëmin e jetë. Në na uron që jeta juaj të jetë mirë, po jeni ju që krijoni marrëdhëniet tuaja si ju i krijoni. Pra nëna juaj ju la të lirë, sepse kështu është jeta, do apo nuk do, Diana do martoheshe, sa shu ishte në atë kohë, në një vit të drejtë. Por ajo që arriti nëna ime vdiq me atë që Diana është e martuar. Në fakt Diana nuk e si në një vit të drejtë, se marrëdhënia u shkatrua, pra nuk është e fiksuar. Unë jam e ndarë, po ju që keni marrëdhëniet, ju ndoshta keni rrëmuj në marrëdhëniet tuaj dhe përsëri qëndroni dhe të jeni të sigurt jeta është e shkurtër, ju nuk po jetoni. Gjithsesi, shpirti nuk na lejon më të gënjejmë, pra as sipërfaqësor, as i vetmuar, as me zhurmë. Çfarë ndodh?
kur ne i njohim këto gjëra, ne krijojmë hapësirë. Hapësira na bën që ne kemi një intuit që nuk e kemi patur as të rinj dhe as nuk e kemi patur në jetën tonë. Pra kjo na vjen një intuit që do të thotë ne dëgjojmë shpirtin dhe ku na drejton shpirti është rruga që ne do të shkojmë për paqen e brendshme. Ndërkohë ne e kuptojmë që ne i kemi zgjedhur dhe jetojmë me veten tonë, pra me vetveten tonë dhe jo me atë se çfarë presin të tjerat. Gjithsesi, ky është zgjimi i shpirtit. Çfarë do të thotë për ju? Që ju e kuptoni që jeni kthyer në shtëpi. Ndoshta nuk e dini ku do të shkoni, por ju e dini që nuk ktheheni më si ishit. Pse? Sepse ne kemi hyrë në një epokë të mrekullueshëm, ku çdo gjë nga e vjetra do të rrëzohet dhe ju po e ndjeni, prandaj ka ndryshime të mëdha, prandaj ka kriza që po e ndjen jo vetëm sistemi, toka më është një cikël të ri për të rikthyer energjinë e saj, dashuri pa kushte, pra jo në nevojë, kam nevojë për ty, por dashuri pa kushte, të ndihmojmë njëri tjetrin, për atë që di unë ta jap te ju atë që dini ju ta jepni te unë, dhe kjo është që ne krijojmë për njëri tjetrin duke ndihmuar njëri tjetrin dhe jo duke hedhur farën në emrin e magjisë së zezë. Nuk ka magji të zezë. Ka njerëz të lënduar dhe këto njerëz të lënduar, nëse do të pranojnë të ecin me rrjedhën e jetës, do të jetë një mrekulli. Jeni ju, jam unë, për të cilën ne kemi arritur në jetën tonë, por të jeni të sigurt që ka magji dhe magjia është e pastër, që do të thotë është me burimin e energjisë që e kemi që të gjithë, është kjo shtyrë kurizore, janë 7 chakrat tona, për të cilën midis tyre është kjo zemër. Zotin e kemi në zemër dhe Zoti na do që të gjithë të jemi në fuqinë tonë, që të gjithë ne kemi vlerë, që të gjithë ne jemi krijues, mjaft vut gishtin këtë të tjerët, kritikuat të tjerët dhe nuk shqipni gjërat në veten tuaj. Pra, përfundimisht do ta mbyll me këtë, që të kujtoni dhe të mbani mend që zgjimi i shpirtit është një proces, nuk është një si çelësi dritës që pra si qelës drite, e hap dhe e fik, sa herë të duash. Kjo nuk është e tillë. Ky proces është që ne do të lidhemi me burimin e energjisë, dhe kur them burimin e energjisë, 2 këmbët tona dhe me kokën lart, pra të lidhur me qiellin dhe me tokën, si sipër, si poshtë, si brenda, si jashtë, në kuptimin e vërtet. Ne do të zbrazemi, ne do të na vinë kujtime dhe ne do të orientohemi se ky është misioni i shpirtit ton, i lidhur me atë që ne jemi krijesa të krijesës për të krijuar. Flas me pasion se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës dhe ky është optimizmi. Ju jeni në rrugën e drejtë, ju jeni shpirtat të mrekullueshëm, sepse ne jemi të mrekullueshëm, vetëm ne nuk na preket liria dhe që ta arrini me të vërtetë në të vërtetën tuaj. Pyetja është, a guxoni? Dhe që të guxoni për të arritur në të vërtetën tuaj, duhet durim, duhet qëndrueshmëri, duhet besueshmëri dhe hap pas hapi të jeni të sigurt që ne do të kalojmë në një botë që ju nuk e njihni, që është e panjohur, por që në të vërtetë do na hapi dyert për të lidhur me paqen e brendshme, për të lidhur me Zotin që e kemi në zemrën tonë, që do të thotë me universin, të ecim në një linjë që fryma të merret lishëm, kur ne ta marrim dhe ai oksigjeni, kur ne marrim frymë, shkon në çdo qeliz vet e lulëzuar, e lumtur, dhe askush nuk, edhe pse ne jetojmë në këtë realitet dhe Diana jeton këtu, asgjë nuk e pengon për të ecur dhe për të dhënë mesazhin e plot fuqisinore që ne do të jetojmë me vërtetësinë e mësimeve të mençurisë së jetës dhe ne që të gjithë jemi të lidhur me në natyrë, si ndryshojnë stinët, ndryshojnë dhe ne, si ndryshon në faza që kalon rreth tokës, të gjithë shenjat do të ndryshojmë, sepse ne jemi të lidhur me 4 elementet: toka, ajri, uji dhe zjarri. Mësoni një gjë, mbani shënim 3 këto, se si ju të reflektoni, me qëllim që të jeni gati, përderisa jeni në këto video, sigurisht jeni gati dhe mbajni shënim dhe kthejni përgjigje.
Ulluni këtë të kërkon meditar, qetësojmë veten dhe në këtë rast duke qenë me mendjen tuaj kthejini përgjigje. Çfarë nuk përputhet me jetën time me thelbin tim? Ulluni mrekulli. Ulluni se ja u kërkon shpirti, çfarë nuk përputhet në jetën time me thelbin tim. Në çdo lloj marrëdhënie që ju jeni. Tjetër, ku ju përshpërit shpirti për ndryshim në një kohë. Ku ju përshpërit shpirti për ndryshime në një kohë. Pra ajo çfarë ju përshpërit shpirti, që të gjithë e dini se ku pickon, që të gjithë e dini, nëse doni të gënjeni veten, gaboni, prandaj kërkoni shërim dhe proni. Dhe e treta, a mund të qëndroj në momentin prezencë, pra të jetoj tani, pra a mund të qëndroj në momentin prezencë, pa edhe kur ka pengesa, edhe kur ka konfuzion, edhe kur ka frikë, pa u imponuar për të kthyer përgjigje të menjëhershme. Pse kjo e fundit? Sepse ne nuk kemi durim. Ne pa dëgjuar mirë, ne do të kthejmë përgjigje. Prandaj ju lutem që të gjithë jeni të ftuar që të lidheni me veten tuaj dhe mos i përsërisma se më zgjatet video, të kuptoni që ne jemi të lidhur me 4 elementet dhe është toka. Toka do të thotë që ne do të lidhemi me natyrën. Hecni zbatur mrekulli dhe filloni ushqeni me ushqim të pastër dhe organik. Pra toka. E dyta, zjarri. Zjarri simbolizon diellin ton. Dhe sigurisht që dielli na ngro, është me të vërtetë është fuqia jetës, është zemra jonë, jemi të lidhur, është fuqia jetës. Dhe që të gjithë ne lëvizim, që të gjithë ne lëvizja e trupit që është krijuar na ngrof, pra në qoftë se keni ftohtë, filloni të lëvizni, çfarë bën trupi? Trupi fillon të ngrofet. Pra kush e bën? E bën kjo zemër e mrekullueshme. Tjetër është ajri. Ajri ka të bëjë me atë që ne marrim frymë. Ne marrim frymë sigurisht me atë që ne jemi mësuar është 15%. Ku është 85% e frymëmarrjes tuaj? Këtë e bën kur ju ushtrojni me frymëmarrjen. Pra që do të thotë ne marrim frymë me ekuilibër, me qartësi, me pastërti dhe këtë e arrim me praktikë, se askush nuk e ka ditur, është diçka e krijuar nga krijesa dhe kjo frymëmarrje çfarë na bën? Na rimbush, pra na rimbush, por edhe na karikon, pra ne marrim frymë dhe ne lëshojmë atë që nuk na shërben. Tjetër është uji. Uji është jetësor në jetë, që të gjithë e dini këtë. Uji është pastërti, uji është vital, uji është që mban informacionin ton. Sa më shumë ne të ndjeshëm të jemi, aq më shumë ne lidhemi me shpirtin ton. Prandaj një nga mënyrat e mrekullueshme që t'i kënaqni qelizat e trupit tuaj është me të pini ujë. Pyeteni veten, a pini ujë? Ka njerëz që nuk pini ujë fare, sigurisht që do të jetojnë, por mos prisni mrekullin e bukurisë jetës. Gjithsesi për sot unë po e mbyll dhe videon tjetër do të jap 3 hapat e zimit që janë rritja, që janë transformimi i energjisë, që është edhe vetbesimi juaj. Gjithsesi për sot, miropafshim, ju kur nuk jeni vetëm, këtë e dini dhe bekime për të gjithë ju dhe për të gjithë globin ton. Faleminderit.